Përshëndetje të gjithëve, nuk e di e keni lexuar apo jo, por rrjeti ka shpërthyer, sepse tregohet që aktori i famshëm hollywoodian Robert De Niro do të bëjë një film në Kosovë, një film që flet për luftën e Kosovës, pra një film historik. Dhe siç e dini, Hollywoodi kur prek shqiptarët zakonisht tregon për anën e negative të Shqipërisë, asnjëherë për historinë e Shqipërisë. Pra një film historik ose të trojeve shqiptare të kryer nga Hollywoodi. Dhe do të dëshiroja një komentin tuaj se çfarë mendimi keni, sepse një nga producentët, me sa e kuptova, është Fitim Krasniqi, që ka prodhuar edhe filma të tjerë dhe ai e ka deklaruar publikisht që pas ka bërë kontratë jo vetëm me Robert De Niron, por edhe me disa aktorë të tjerë. Dhe do të dëshiroja që edhe filma të tjerë të mund të realizohen për të treguar historinë e padiskutueshme të trojeve shqiptare. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni.